jemi në cepin e parcelës së projektit të Haxhi Veselit. Po e quaj projekti Haxhi Veselit, për arsye se këtu afër nesh është xhamia Haxhi Veselit, ndërtimi i së cilës ka filluar. Për momentin jemi duke finalizuar fazën fillestare të themeleve të xhamisë. Unë mendoj se veçantia dhe përparësia e kësaj xhamie është pikërisht pozicioni i saj. Nuk kemi në qytet një xhami e cila ka kaq vend sa ka kjo xhami, dhe shpresoj se vetëm brendia e xhamisë do të ketë hapësirë për 1200 deri 1500 persona që të falen me komoditet. E para, xhamia paraprake ishte, me gjithë meremetimet që kishin ndodhur, nuk ishte objekt i cili ofronte komoditet për besimtarët. Pra, edhe sikur të mos e rënonim, unë mendoj se ndonjë pjesë e saj sigurisht do të rënojë vetvetiu për shkak të dëmtimeve gjatë djegjes në luftën e fundit. Nevoja tjetër ishte rritja dhe zgjerimi i xhamisë, që do t'i plotësonte nevojat e komunitetit edhe të besimtarëve. Me një optimizëm ndoshta të theksuar, pres që deri në fund të vitit të ardhshëm të përgatitet për të falur në te. Kontur.